Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Palimit. Në studio jemi me Zaçe Islamin, avokat. Zoti Zaçe, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Falenderoj që pranove. Tani do na zbulosh pak me ato informacione të shumta që ke ti. Çfarë po bën Elisa Spiropali tek zyra që ka hapur në blog? Ku thuhet, ku sot doli lajmi që thuhet që do hyjnë e do dalin deputet të PS-s pa dogan. Vazhdon të mbetet akoma në Partinë Socialiste kjo Spiropali? Po. Do bëj një vërnuj. Asgjë tjetër. Unë do ta vlerësoja veprimin e saj politik nëse do shkëputej nga ajo parti, do dilte të thoshte qytetarëve shqiptar, të më falni, unë deri tani kam bërë pjesë në një parti banditësh, në një parti hajdutësh, në një parti mashtruesish dhe kështu hajdut, mashtrues, bandit, kriminal, i kanë të tëra. Kështu që po të shkëputej në këtë drejtim dhe të thoshte këto gjëra, po do ta përshëndesja dhe do ta vlerësoja. Po ajo thjesht është larguar nga Edi Rama për arsye interesash personale, se e shkarkoi nga detyra, vuri një tjetër, plus që kanë ato ambicjet që kanë fëmrat me njëra tjetrën, veçanërisht kur janë në pushtet. Dhe këto antarët e qeverisë shqiptare dhe të kuvendit shqiptar, sepse më kujtojnë filmin Sulejmani Madhërishëm dhe më kujtojnë atë haremin e sultanit që ziheshin me njëra tjetrën ato femra që mbante ai atje. E njëjta gjë ndodh, e njëjta grindje, e njëjta smir dhe ambicie me njëra tjetrën. Po nëse shkëputet, a ka kënd me vete që të shkëputat? Ato e di ajo. S'kam si ta di. Duhet ta di ajo. Si mendon ti, ka këll që ajo që të shkëputat? Pas është nuk shkon do të në tutë që si aq ajo. Kështu që nuk ka për të bërë asgjë, një vërnuj do bëj. Po dakord, po sot u dorëzua një emocion. Në asamble. Nga Elisa Spiropali. Ç'përmbajtje ka emocioni që ka dorëzuar Elisa? Për sa i përket qeverisë, Shqipërisë së re dhe faktit që duhet të dëgjojmë protestuesit. Çfarë fshihet pas kësaj lëvizja? E para një që Shqipëria s'është e re. Shqipëria ka 10.000 vjet dhe kush e nxori këtë, edhe kanë nxjerr po këta që komandojnë protestën atje nëpërmjet atyre banditëve që komandojnë mikrofonin të protesta dhe që nuk lënë të flas askush, lejojnë vetëm ata që janë të zgjedhur, të paracaktuar dhe të përcaktuar saktësisht se çfarë do thonë dhe si do ta thonë. Sepse protesta nuk është më e qytetarëve shqiptarë. Protesta është e dy partive politike që bëjnë sikur janë në kundërshtim me njëra tjetër, bëjnë sikur kanë mosmarrveshje, por në fakt janë bashkë. Dhe protestën e komandojnë të dy bashkë nëpërmjet atyre mercenarëve të tyre që kanë vënë te mikrofoni, të cilët nuk i njeh askush se kush janë, çfarë janë, kë përfaqësojnë, çfarë duan, çfarë kërkojnë, nuk dim asnjë. Do më thonë ti mendon se protesta do krijojë sërish një vrim në ujë si ajo e Spiropalit? Unë protestën e shoh të dështuar vetëm nëse kanë ndërhyrë ndonjë forcë madhore, ndonjë nga këto vendet tona që na duan, Gjermani, Austri, Turqi, tjetër njeri nuk na do, amerikanët po heshtin siç e shikoni, dhe unë i pyes dhe nga mikrofoni juaj dhe nga kamera juaj. Zotëri amerikan, ju me kë jeni, se deri tani s'keni folur fare. O dilni dhe na thoni çfarë përfaqësoni, kë mbështesni, kush e ka gabim, çfarë duhet bërë, si duhet të shpëtojë Shqipëria nga këta hajdut, ose të paktën na thoni që na keni braktisur siç duket deri tani që na keni braktisur, edhe të shikojmë fatin ton, hallin ton pas asaj që kemi parë në shekuj. A e keni lexuar sinjalin nga Gjermania? Çfarë sinjali se di? Që mund të na ndihmojnë dhe ta çojmë një Gjermaninë e kemi pasur gjithmonë vend mik, Gjermania, Austri, Turqi. Këto vende kemi mike. Ne aktualisht tani po vërtetojmë armiqësinë e egër të Çifutistanit dhe të Greqisë.
që janë bashkë, kanë qenë gjithmonë bashkë. Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lobit që fut me lobin grek janë më të fuqishmit. Janë bërë aleat bashkë, kanë mbështetjen e Amerikës. Trumpi na dërgoi dhëndërin dhe vajzën këtu dhe mori Sazanin e Zvërnecin, se me letra e ka marrë, dhe thot ai që s'kam bërë letra e s'kam firmosur gjë, është e vërtet. Është shitur pjesa bregdetare ulësira perëndimore e Shqipërisë. Dhe që futët duan të realizojnë planin që kanë pasur që me në shekulli kaluar, në vitin 1923, kishin një plan që të vendoseshin 2 milion që fut në zonën e Fierit dhe të Lushnjës, fakt që u denoncua nga konsulata jonë në Vjenë në 1930, dhe u pezullua sepse filloi lufta e dytë botërore. Tani ata e kanë të tëra mundësitë dhe mbështetjen që të pushtojnë Shqipërinë, të vendosen aty rreth 2 milionë e gjysmë hebrej që fut dhe të shpëtojnë nga tikin nga Palestina me fjalë vendosen aty. Ky është plani. Dhe unë edhe nga ekrani juaj po u them qytetarëve shqiptar. Ose ngrehuni mbroni Shqipërinë ose mësoni të flisni e të shkruani hebraisht. Pse nuk mendon se nuk janë mjaftueshëm? Është dita e 47 sot me protestë. Po ç'a bëri kjo? Ka 47 ditë ç'a kërkojnë? Dorëheqjen e kryeministrit. Se jep kryeministri s'do, edhe ka thënë shqip. Një pse duhet jep dorëheqje ai? Zhurmë s'ka, rëmuj s'ka, çrregullime s'ka, lëvizje të popullit s'ka, protesta për padrejtësitë, për çfarë bëhet, s'ka se protesta nuk është duke ta marrësh me këngë ti thuash ma jepe dorëheqjen, pse kështu jepe dorëheqja më zonjë. Po pse kështu kërkohet dorëheqja? Dorëheqja kërkohet zotëri, ose jep dorëheqjen ose do vim të marrim zvarr. Kush ja thotë? S'ka burrë t'ja thonë këta. Edhe ai tallet, edhe miru a bën. Shqiptarët e meritojnë këtë lloj qeverie që kanë. E merituar kanë vërtet. Për jashtë mua aty. A shin ambicien e Spiropali deri aty sa të jetë kryeministre e Shqipërisë? S'ka kollë ajo për atë punë. As mos mundohet fare. Po tek partia e re që flitet se do hap Spiropali, kush mendon ti se do ti me nuhatjen tënde politike se do jetë pjesë, sepse flitet që mund të jenë dhe ish ministra. Mbase Ahmetaj? Shiko, në politikën shqiptare ka dhe do ketë gjithë një çuditëra. Por që të mendosh se Spiropali do krijojë një parti të re, është zgjedhur rruga e gabuar. Unë i them Spiropali, dëgjoti Elisa, më dëgjoj çik mua se jam i vjetër, unë jemi dhe patriot bashk. Nëse do që të krijosh një parti të re, bëuni një 15 veta, dilni nga grupi parlamentar i këtij sharlatani që po shkatërron Shqipërinë dhe po e shet, edhe s'ka nevojë për parti të re. Mjafton të rrezoni atë nga karrike dhe ula. Krijohet kushtet pastaj për të bërë atë qeverinë provizore, për të çuar vendin në zgjedhje, për të ndryshuar kodin zgjedhor, për të ndryshuar kushtetutën, për të ndryshuar sistemin politik republik presidenciale apo parlamentare. Kështu bëhet, nuk bëhet me parti, kush u avar, ja bëre parti, çfarë pastaj? Ke gjendor të bësh parti, jo. Atëre ajo që duhet të bësh, që të them unë zonjë, shkëputuni nëse jeni 10-15 veta ati që keni ndërgjegje kombëtare shqiptare, që pak kam besim, sepse deri tani ai u ka mbyllur gojën juve me para, u ka zënë gojën me para dhe me prona, partia juaj ka grabitur të gjithë Shqipërinë, ajo pjesë ka mbetur u ashet çifutëve dhe fëmijëve të Trumpit, dhe Shqipëria është katandisur kokosh një thel. Prandaj porosia që do t'ja punë zonjë, ose mendimi që do t'ja punë, se s'kam drejtë t'ja porosi, por mendimi që im është që bëuni 15-20 veta, shkëputuni nga ai kriminal që s'është shqiptar, por është hebre, me origjinës çifut, dhe ai e di mirë këtë punë, madje ju e pat dhe me atë kapelen e zezë, kështu me ato gërsheta tanash, ai është lobi më agresiv çifut, më kriminal. Se janë 3 lobe dhe çifutët. Janë sionistët edhe janë këta 2 tjerët. Kështu që krijoni parti, mos krijoni parti tjetër, po aty ku jeni me mandate që u ka dhënë Edi Rama, s'u ka dhënë populli, natyrisht e dim të tërë këtë, bëni, shkëputuni dhe krijoni grup parlamentar me vete.
Po, Metaj do ta linte Aratin për partinë? Shiko, Ameta e zgjuar, unë e njoh. Dhe Ameta e shikon se me çka vide ka të bëj. Mori çfarë mori, hëngri ça hëngri, i lumt se si budallaj që të ndër Edi Rama e të rindet bënte seir. Kështu që Ahmeta nuk vjen më këtu. Pa u hequr kjo kast politike në pushteti. Sot deputeti Redej Muçi i Lëvizjes Bashkë i ka kërkuar llogaritë Auland Ballës, sepse kryeministri nuk reagon për deklaratën e ministres serbe ndaj Kosovës. Teksa Balla i përgjigjet Muçit, je karagjos la e gojën mirë kur përmend Ramën. Realisht a duhet të kishte një reagim nga qeveria shqiptare? Edhe një ky Lëvizjes Bashkë se ti ka kërkuar llogari këtij Ballës? Ballës, po. Sepse nuk ka folur Rama për deklaratën e ministres serbe për Kosovën. Dëgjoj. Kur ka arritur puna që t'jap mendime politike dhe Balla një cop katundar që se di se nga bie vendi ti e ka harruar, Shqipëria është ka ta ndisur në ditë hallet. Dhe ai mirë bën, sepse gjën shesh e bën për shesh. Ato që thot ai janë shashka që ja heci Edi Ramës, do të thënë që shiko se ne mund të bëjmë dhe ndryshe. Me ty e mund të sillemi dhe ndryshe. Dhe Edi Rama kur dëgjon këta qesh. Dhe bën mirë që qesh. Se kloun cirku që është, se Edi Rama është kloun cirku që ta dini. Këtu qak, këtu qesh. Këtu lëret, këtu këndon. Këtu i bie tavolinës, këtu domethënë një njeri që është në të gjitha veprimet e tij të përditshme është kontrovers. Kështu që nuk pyet ai se ç'thot Balla. E di si thot Balla se ai do rishur ti thot apo do të tregoj vendin unë se të mora nga hiçi të bëra dikush. Qa i thanë Ramës në Bruksel se duket se e bën për një dush të ftohtë, duke e vënë me shpatulla pas muri për ligjet që për ligjin 21/2024. Pa. Nuk e sfuqizon Rama atë ligj. Po dhe po shfuqizoi ligjin që ka një hile aty që shqiptar duhet ta dinë. Ai mund ta shfuqizoj si ligj, por nuk shfuqizon marrëveshjet që ka bërë bazuar në atë ligj. Ai ligjin dhe ta mbaj se nuk na prishnoi punë, po të shfuqizoj marrëveshjet që ka bërë me Izraelin dhe me kalamajt e Trumpit, me vajzën e Trumpit dhe me dhëndër e tij, me hebreun Kushner. Se praktikisht ne sulmi dhe luftën dhe të zezat që po heqimi kemi nga qifutët. Dhe unë kur fola te protesta që mora mikrofonin dhe fola për këtë aferë të spogjilaf që ta them se s'dua që të ofendoj as mikrofonin as ekranin tuaj. Më hoqën, me mbyllën mikrofonin dhe më larguan që andej. Madje një nga këta mercenarët e paguar atje nga Pullum Pilinci, një Ilir Dedaj, bashkë me një 6 tjerë më morën me gjithë karrike dhe më larguan nga protesta. Secili që krimi që bëra unë, s'ma tha njeri. Unë e di se që bëra, e di se cili që krimi që bëra unë. Krimi që bëra unë ishte që denoncova aferën korruptive të shitjes së trojeve shqiptare tek qifutët. Gjë që nuk i leverdis as Ramës, as Salihut, sepse që të dy kanë qenë bashkë, i kanë bërë bashkë ato marrëveshje dhe të dinë gjë shqiptarët. Asnjë gjë s'ka bërë Rama pa mbështetjen e Salihut, ta dini mirë. Dhe Salihu s'ka bërë asnjë gjë pa mbështetjen e Ramës. Janë komunistët e partisë punës në pushtet. Rezultatet e garës së djeshme për disa nga rolet drejtuese të Partisë Demokratike. Një koment nga ti. Ato janë një komedi, ato janë një turp i madh. Pse gara që janë ato do kalosh nga, por nuk deshi ai nga kuksi si e ka ai. Numri 2 mos e quajnë atë. Që denoncoj kjo pedagogja. Noka. Flamuri. Nga Flamur Noka. Pra parti që e komandon Flamur Noka. Ja rikujtojmë dhe publiku që Flamur Noka rizgjidhet sekretari i përgjithshëm. Këllit që merr një vot më shumë. Korrigjoje. Emërohet sekretari i përgjithshëm. S'ka rizgjidhjet. Nuk zgjidhet njeri atje. Atje është një detashment ushtarak i cili zbaton pik për pik urdhrat që jep padishahu,
Sali Ram Berisha. Po, ne e themi si që thonë ato, zyrtarisht. Jo, unë e them si që ishte vërteta. Aha. Se për këtë më keni ftuar këtu. Pa tjetër. Do më thonë ky ishte komenti. Jot. S'kam tjetër për këtë. Një kryq të madh për Nokon dhe Koreshin, antar të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, të pakënaqur me 2 kandidat të Berishës. A fituan ato që do t'i shërbejnë më mirë doktorit? Ata nuk, nëse nuk përjashtojnë nga skena politike atë kufon politike që ju i thoni doktore, unë e quaj edhe që ka emrin Sali Berisha, s'kan për bërë asnjë. Ajo është një parti e krijuar nga komunistët shqiptar dhe vazhdon të jetë e tillë dhe i shërben asaj ideologjie, po me metoda të reja. Tani dua një koment për secilin për këtyre emrave nga ti, se duke qenë se je gjithmonë natyrë që analizon. Atëherë Flamur Noka, Këlliçi, Boçi dhe Kleviz Balliu. Flamur Noka është një qirak besnik i Sali Berishës dhe bën pik për pik mo ato që thot Sali Berisha. Mi thua emrat e tjerë pastaj kush ishte? Këlliçi? S'ka Këlliçi që të dalë në krye dhe të kundërshtoj uqërit e vjetë që janë atje në atë parti. Kështu që kot lodhet. Boçi? Nuk kam ndonjë mendim për të, se nuk e njoh nga afër dhe nuk e di çfarë veprimtari ka bërë, se nuk i kemi parë të shkëlqejnë gjikundi. Dëgjoj, unë konsideroj politikan në të gjitha partitë politike. Ata politikan ose qytetar që kanë kurajon dhe i thonë kryetarit stop zotëri se këtu nuk jemi bashk. Të tillë politikan në Shqipëri nuk ke. Pra ke ca marioneta që i binden verbasi, qorasi, kryetarit edhe kaq. Kjo është politika në Shqipëri. Këta janë politikanët. Marrim atë tjetrin Ballicin që më the. Të tërë janë, domethënë tentojnë që të dalin në krye, po mbi kokë kanë shuplakën e padishahut Sali Berisha, kështu që nuk dalin në krye. Po nuk është pa mundur që të dalin në krye. Ata plus që Sali Berisha ka trajtuar demokracinë dhe mendimi demokrat shqiptar në 21 prill të 2008-s, kur bëri marrëveshjen e pështirë të ndyrë antikombëtare, antidemokratike, antinjerëzore me partinë me Edi Ramën dhe u vendos me ligj që në pushtet në Shqipëri do jenë vetëm këto 2 parti, PD, PS, domethënë PPSH. Tani e përmendëm pak më sipër SBA-n. Pse nuk ka reaguar deri tani? Po shkojmë në ditën e 50 të protestës. E do mendimin nga unë pse nuk kanë reaguar, apo të bëjmë analizë si e kanë hallë? Mendimin nga ty. Mendimi nga unë është që Amerika përkra atë që është në pushtet gjithmonë. Sepse me atë i bën marrëveshjet. Amerika nuk po ndihet për këto tmerre që po zbulohen ditë për ditë në politikën shqiptare. Amerika shikon, ikën nafta e shpiragut vete e marrën ata vetë, në rregull jemi. Kjo tjetri, e gjithë nafta shqiptare, u shkon atyre në cisternat e tyre, jemi në rregull tonë ata. Vrisin vetin në shqiptarët me njëri tjetrin. Ju mendoni se Amerika do bëhet merak sepse neve na vidhet prona, pse neve na kanë përzën djemtë dhe vajza shqiptare gjithë forcën e aftë për punë dhe trurin shqiptare kanë çuar në perëndim në Amerikë dhe në Evropë. Jo, absolutisht, i shkon ujtë në mullit saj. Amerika ka interesa, mos mendoni kurse e keni mik Amerikën. Amerika as ka qenë, as do jetë mik joni. Pse? Do të argumentoj këtë. Në 46-ën, Amerika hoqi ambasadën nga Shqipëria, pa asnjë arsye, pa asnjë shkak, ça e hoqi ambasadën se u trëm nga Enveri, nga pushtet e Enverit, du veqet me gjalmë, jo. Pra, i tha Enverit, i tha Stalinit në marrëveshjen, mi bazë në marrëveshjes që kishin bërë në Teheran dhe në Jalt, i tha që Shqipërinë merre vëlla bë çfarë duash me ta. Një kjo, e dyta, Illuminati eksperimentoi me popullin shqiptar me heqjen e pronës. U hoqi pronën shqiptarëve në 45-46-ën dhe pa që nuk ishte asnjë reagim përkundër, se shqiptarët i dhanë me dëshirë tokat, kopet me bagti, kuajt,
qetë e punës, gjithçka, çdo pronë që kishin, ja dhanë shtetit, thanë, s'ka gjë se do të rregullojmë, do ha me luk Floririn e, që sot s'ka as luk Drurit të gjesh për të ngrënë. Pra, Amerika na ka shitur në çdo kohë për interesat saja. Dhe janë ata që, unë ja them, i kam bërë thirrje ambasadës amerikane, dilni, prononcohuni, me çfarë cili qëndrimi juaj në lidhje me këto krime që ka bërë Edi Rama, shpopullimin e Shqipërisë, vjedhjen e pronave, shitjen e tokave shqiptare dhe të pronave shqiptare, shitjen e ishullit super strategjik të Sazanit, edhe të gjitha këto. Çoni, na thoni ku jeni? Ne jeni miq tanë, si që pretendoni, po nuk jeni miq tanë, unë e di, unë a them në sy. Ju mund të meni çfarë do lloj mase që të doni me mua, mund të edhe të vini një njeri të më vras atje ose të më përplas me një makinë në rrugë, e keni të lehtë fare për të eliminuar një njeri, po të paktën mos na bëni atje që na dërgoni një kloun cirku atje në Sauk, që del ditë për ditë ai dhe na tregon se cilat janë krimet e komunizmit, të bolshevikëve, thotë ai, kanë bërë atë, kanë bërë këtë. A thua se ne nuk i dim, a thua se ne erdhëm djen zbritëm nga një planet, erdhëm këtu në tokë dhe po na thot Pëllum Pilinçi se çfarë krime ka bërë komunizmi. Jo, mos zotëri, jo, i di më mirë se ti neve ato. Po ti nuk na thua si të shërohemi na këto krimet e komunizmit. Ti nuk thua si do dënohen këto krimet e komunizmit. Ti nuk thua pse nuk është bërë një rezolut për krimet e komunizmit në Shqipëri. E quani holokaust që janë vrarë 500-600.000 qifut në një kohë që në Shqipëri është holokausti më i madh që është bërë deri më sot. Është goditur dhe është torturuar dhe është vrarë dhe robëruar një popull i tërë dhe nuk thot njeri. Për këtë ju duam zotëri amerikanë, nëse jeni miq tanë, por nuk jeni miq, jo keni interesa. Interesat këtu u aplotson cili do që t'jetë të pushtet, yes men u rrinë juve, yes men Sali Berisha, yes men të tërë këta të Partisë Socialiste me radhë, të shoqëruar Partisë Socialiste. Ju bë datë tjetrën që na shitët në 90-ën, i morët të tërë spionët e sigurimit të shtetit, oficerët e sigurimit të shtetit, hetusat, kriminalët, punonjësit e komitetit qendror dhe të komiteteve të partisë rretheve, i morët, i srehuat në Amerikë dhe neve në braktisët. Këtë bët. Pse Amerika ka sill Pëllum Pilinçin? Po kush e ka sill? Ai thotë unë jam misioner amerikan, thotë edhe po të vëshre, nuk thotë se kush e qyshtek, po thotë ne, kush ne mor, kush jeti ne. Pra ai tallet me shqiptarët. Mos ndoshta do ta zëvendësoj Amerika Ramën me Pilinçin? Se atë Amerika se bëshkurat budallëk, se atyre pasaj Amerika do binde fare për tokë. Jo, atë se vën ata po. Ato e kanë vënë që të mbaj qytetarë shqiptarë në heshtje, në qetësi, mos kërkojnë. Unë pres nga Pilinçi të na japë ato resortet, pallatet, vilat, që tha do të amarë këtyre, edhe s'po merr akoma. Do arrestohet, ajo tha Belinda Balluku, minuta minutën se s'dia shqip të flasë. Po me i tha të, po e presim, asnjë gjë nuk është bërë nga ato që ka thënë ai. Tallet, ai është në mbrojtje të Edi Ramës, 400%. Me qënë se na përmendë Ballukun, çfarë mendon ti për këtë çështje? Balluku është një spiune, e sjell nga Greqia këtu, e ka bërë mirë punën e saj, i ka bërë të tëra llojet e profesioneve që mund të bëjë një femër, është në rregull me punën e saj. Çfarë misionesh? Të tëra profesione që mund të bëjë një femër. Si për shembull? Më shqip se ka i s'ka ku shkon. Si për shembull? Dëgjoj, të tëra profesione të thash. Që nga profesioni më i vjetër në histori deri te më i riu. Po puna është nder. Dhe kështu duhet të arrisim brezinëri të punojmë, të bëjmë çfarë do lloj puna. Unë thash të tëra profesionet. Okej. Protesta mos është organizator Illuminatium? Kush? Illuminati? Po. Po pa diskutim, pa firmë në Illuminatit nuk bëhet asnjë gjë në Shqipëri, harrojeni. Janë ata që kanë katandisur Shqipërinë të ditë. Dhe gjetën kokën e shqiptarëve që janë lepuj, nuk janë burra, kërcitën e ikën. Lepur ikën kur e ndjek Zagari nga mbrapa. Ndërsa po ju vërsule Luanit të shqyën e të bënë cop-cop. Po ne nuk jemi Luan, ne jemi lepuj.
Gjithashtu dhe Gjermania është qasur me një gjuhë goxha të ashpër SBA-s së fundmi. Shpresoj që të ringjallet ai deli gjerman, po e them në kuptimin më të sakt ose më popullor. Shpresoj që të ringjallet ajo ndërgjegja kombëtare gjermane dhe të mbështesi të mbaj afër miqt e Gjermanisë edhe të Austrisë. Janë një popull ata të dy, për të cilëve ne kemi dhe këtë shtet që kemi që trashëguam sot, po që si ishim të zotët ta mbajmë, sepse na e morën slavët, na e mori Serbi, Rusi, tani e ka marrë Illuminati tallet ai me neve. Do na sjell çifut aty tani. Do na komandojnë çifutët, ndaj tash që filloni të mësoni hebraisht. Zoti Zaço, unë të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Edhe unë të falenderoj për ftesën. Besoj se Nëse ke ndonjë gjë tjetër për të besoj se i kemi ezauruar çfarë duhesh. Po do lëm dhe sa për herën tjetër. Po, patjetër, do jesh gjithmonë i mirëpritur. Kemi plot për të, po do lëm dhe sa për herën tjetër. Më fal se harrova. Monika, çfarë do bëhet? Çfarë do bëjmë me Berishën? Me kë? SBA-ja. Me Berishën? Po. SBA-ja, çfarë do bëjmë me Berishën? Asnjë gjë, në rregull ka me Berishën. Berisha vetë kur doj, u tall me neve, thash non grata. Kjo është një nga talljet që bën Amerika me neve. Jo, për të hequr se ka hequr, por as e zbaton. Po, është apo s'është non grata tani? Zyrtarisht non grata është. S'ka ardhur një dokument nga Departamenti i Shtetit në ambasadën amerikane i protokolluar që ti thonë zotërit është hequr ose nuk është hequr. Unë jam avokat, unë gjërat i pres dhe i besoj kur bën me shkrim, se llafet. Scripta manent verba volante. Thuhet që në shtator do arrestohet, do ketë shumë arrestime. Kisha tje disa të ftuar, por nuk na dhanë emra. Kush mendon ti se do jetë i arrestuar në shtator? Asnjë. Asnjë nuk do arrestohet. Po ta them unë. Me këtë qeveri, me këtë klasë politike, asnjë nuk do arrestohet, se të tjerë janë për të arrestuar. Do me thënë nuk kemi shpresë si vend. Po i arrestove, do t'i marrësh komplet si që janë. Që nga 140 deputetët, që nga krerët e partive politike, ju nuk e shikoni që kur janë krijuar partitë politike dhe derisa të vdesin kryetarët, do beten kryetar. Edhe Braçën? Braçën? Po ç'keni me Braçën? Blaça i shkreti nga smon njëri, lere Si the duhet arrestuar të gjithë? Pa përjashtim. Edhe Braça. Po patjetër se s'është më mirë nga këta, ka ngritur dorën për çdo votim, për çdo ligj që kanë bërë ata. As bëhet fjalë fare, dëgjoj, nga momenti që janë tani një partie politike je përgjegjës për veprimet e saj. Ligjërisht je përgjegjës për çdo veprim që bën partia jote politike. Është tjetër punë, do apo s'do, por votën e ke dhënë, dorën e ke ngritur. Ose tani për shembull Spiropalja që më the, të dalë Spiropalja dhe të thotë që nuk jam me këtë parti, do krijoj parti më vete, ose do krijoj grup parlamentar më vete, siç e thash në fillim, mos e përsëris. Të falenderoj. Edhe unë jo. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.